Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sot buke që zhduk rrudhat për 1 muaj, ja si ta përgatisni. Shumica e grave marrin trajtime të veçanta të fytyrës për të luftuar procesin e plakjes. Ka produkte të ndryshme në treg të cilat luftojnë pamjen e puçrave të fytyrës, pikave të errta, radhëve të errët rreth syve dhe rrudhave, por shumica prej tyre janë të shtrenjta dhe humbin efektivitetin e tyre në një kohë shumë të shkurtër. Ky antiinflamator kaq i fuqishëm, antioksidues dhe një agent antibiotik, ka një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore. Recetën do ta gjeni në këtë video. Përbërësit që do t'ju duhen janë uthull molle, sodë buke, gjysma e gotës ujë, gjysma e limonit dhe mjalt. Merrni ujin dhe shtrydhni limonin dhe më pas vendoseni që të gjithë këta përbërës përzjeni mirë derisa të formoni një përzierje homogjene. Aplikojeni atë në fytyrën tuaj dhe lëreni të qëndrojë brenda natës. Përsëriteni këtë procedurë çdo natë përpara se të shkoni në gjumë për 1 muaj. Ndërkohë, me kalimin e viteve, rrudhat shfaqen në fytyrë dhe janë një problem i vërtet për shumicën e njerëzve. Por për luftimin dhe për parandalimin e tyre, ju vjen në ndihmë kjo maskë natyrale e cila do të përgatitet shumë thjesht, pasi ka nevojë për vetëm mjalt, vezë, kosë dhe vaj ulliri. Në një enë hidhni 1 lugë mjalt, 1 të verdhë veze, 2 lugë kosë dhe 1 lugë gjelle vaj ulliri. Përzjeni që të gjithë këta përbërës derisa të përftohet një masë kremoze. Këtë masë aplikojeni në fytyrë të cilën duhet që ta keni larë më parë. Lëreni që të veprojë për 30 minuta dhe më tej. Shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë një maskë të tillë dhe do të shikoni që rezultati do të jetë me të vërtetë mbretëlënës. Rrudhat janë një proces i paevitueshëm i plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin edhe përpara kohe, kryesisht tek zona e syve, e gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell dhe mungesa e vitaminës D3. Përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe gjithashtu të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej më të mirave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mundet që të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Maska duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe njëkohësisht zbeh rrudhat. Vitamina E. Me këtë vaj mund të masazhoni fytyrën tuaj çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E do të zbehë rrudhat dhe hidraton lëkurën tuaj dhe ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzjeni 1 lugë gjelle me uthull molle dhe gjithashtu 1 lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni këtë maskë në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë ju duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni atë në lëkurë
Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajni me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyr duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurën dhe gjithashtu i zbeh rrudhat. Nga ana tjetër, mund të përdorni edhe avokado. Tulin e avokados ju mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokadoja i zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me gjelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për plot gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Përzini sasi të barabarta të lëngut të limonit dhe gjithashtu maskën mbajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit i cili zbeh po ashtu rrudhat. Ekspozimi pa kontrolluar në diell, dehidratimi, çrregullimet hormonale dhe veprimi i radikaleve të lira janë disa nga shkaqet të cilat çojnë në shfaqjen e shenjave të rrudhave të para në fytyrë. Ne këtu kemi trajtuar vazhdimisht problematika të ndryshme të lëkurës. Megjithatë, kjo maskë është një risi e re. Ajo largon nga fytyra shenjat e lodhjes dhe rrudhat, duke e bërë të duket më e shëndetshme se kurrë më parë. Nuk e egzagjerojmë as pak në qoftë se themi se kjo maskë është një konkurrente e denjë e trajtimeve me botoksin. Për një rezultat më të mirë, këshillohet që ta përdorni 1 herë në 3 ditë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 lugë gjelle pure domatesh, 3 lugë gjelle lëng karrotash, 1 lugë gjelle niseshte, 3 lugë gjelle pure karrotash dhe 1 lugë gjelle qumësht. Përgatitja. Përzieni që të gjithë përbërësit një nga një duke ndjekur radhën derisa të formohet një masë kremoze. Më pas aplikojeni atë në të gjithë sipërfaqen e fytyrës dhe të qafës. Mbajini 20 deri në 30 minuta derisa lëkura ta përthithë dhe më pas shpëlajini me ujë të ftohtë ku ju duhet të keni hedhur paraprakisht edhe disa kuba akulli. I gjithë sekreti i kësaj maske qëndron tek përbërësit e saj. Domatet janë një nga perimet më të pasura me vlera ushqyese. Ato përmbajnë vitaminë A, B6, C, E, K, hekur, zink, antioksidant dhe acid malik, i cili është shumë i rëndësishëm për rigjenerimin e lëkurës. Një nga substancat kryesore e cila gjendet tek domatja është likopeni, një karotenoid i cili e mbron lëkurën nga rrezet ultravjollc dhe lufton gjithashtu plakjen e parakohshme. Karrota është gjithashtu një depo e vërtet vlerash ushqyese. Ajo përmban kalium, kobalt, bakër, beta-karoten, vitaminë A dhe gjithashtu vitaminën C. Sipas ekspertëve, kjo e fundit ndihmon në prodhimin e kolagjenit në lëkurë, forcon dhëmbët dhe eshtrat. Qumshti gjithashtu është i pasur me acid laktik, që i lësin një lëkure të shëndetshme dhe të bukur. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!